jam lejë një atëm ku bashkim ulaj ku ka bitë do këtë tonë. Babë em kalemi 1908, por atën. Gjyshi kale 1874-73, gjyshit, edhe 14 vjetë ma për para, po një të vend. Edhe ai hajduti do të me thënë, ai krimineli, njëri pa ftyrë, unë jam të pa video, kamerë pasë se kur qënë, menimin e Zotit të vi atje, du t'i tregoj diqa për varrezet e tina. Si thot ai? Një të varreze, janë qysh në kohën e Gjes Kastriotit, luft, kur është ban atje, ata janë të ushtrisë turke, një edhe dyta du t'a dina i presoni, se prinit tonë, në thoshin mos luni ma e aty në varrezeve, sepse të njerëzit e tyne nuk e dinë se kuj kajë. Ata thoshin, baba dhe nana eme të regoshin për historinë e koshfinit parë babës tënë. Në 42-shin, ka shku ushtarë, jo sa këthyma, edhe borin sot asaj dite, nuk ja di. Ata me ndoshin edhe thoshin këtë fjallë, që në kur të shkelin ma e vorit markujt, e se di, shtu të tjene dhe ta, e i kena ruj. Mas vite 90, më kam kajnë Gresi, kur jam këthyre një kush i ka hapa të vore. Edhe jam i binin që po një i preson që ka gami token, aj i ka hapa vorën. Ne i kena ruj, edhe si ka prej kosh për ton jetën e jetë. Duhet të thëmë edhe një tjetër, që ku në lohet kufini, që në token e ka fitua, ku në lohet kufini aty, ka dhe dikush gisht, për nuk mund t'i me për momentin, që është ma stapate. Dhe i presëm ka kenë, kryetar komunet për parën, edhe mund t'jetë pas një që aj nuk shkon ma njëna. Por, këtë mos e veri për pas, s'pa e ditë këtë punë. Për i lutëm shtetit, ku ishte? Shteti shqiptar, është koshtën. Për i lutëna shumë shtirë, Zotit me u larguar, ata njërës, të kësi i prea nej, sa ty në skep se lutëve, se ata ditë dhe se anisë o vaket, ashtu anisë se rrugë. Por, menimin e Zotit e më shtetin aty në njërësve tonë, në tjetë, gjithë ka do të shkoj në vend. Kalenderojmë, 2 apo 8, mos ka bëj, e ka në dhemin e bukur, partia, mundësia, edhe këta do të japin mundësin, për me jetë sa më parë, njënin deputet kur ka kërku për rjollin, e kanë denua, ma të s'kam si më kërku më shirët asaj qeveri, edhe sët poj njënin deputet tjetër, ka folë për rjollin, edhe kur ku shlupan i zamë. Faleminderit Zotit, që nuk e përjashtuar Allah të mjetë. Ki mjarë të pa kësaj fësullade, flamunin shqiptore falë, për ata se meritojnë me fatë flamunin shqiptore, se shdo shtet i potë se e ruar popullin e vetë. E ruar popullin e vetë. Kurse në Shqipëri e luftojnë popullin e vetë. Nuk se presa i shpit, kur barat të medit janë kera të të tonë, nuk ka kene praktisën, por i për pas për apënda. Shala sot jo bërti, aty në një gjërë. Gjonët protesta, vetëm njerë zara. Oke, hajde bro. A shiko si dalën njerëzit, rrugë smollet? Prapë se prapë, kjo është thjesht një protest e vogël të themi se jemi pakse. Por nesër do bëhemi më shumë dhe do organizojmë një protest të pasme. Deshta të dalë, se atë mirë shpellëzër, dokumentet i ka falso, e ka aprovuar gjithë Shqipëria ka parë, si në televizionin Klan,
po ashtu në për gazeta, sile ne nga diaspora e dim shumë mirë. Se ko ka mbështetjen ai. Dhe sa do ta ketë mbështetjen, populli do ta e ka marrë vesh shumë shpejt, do t'i ketë sa shkurt mbështetjet e tina. Jam pak emocionuar se s'kam dalë para kamerës shumë kohë. Do desha të bëja një thirrje gjithë shqiptarëve, po që të vënë zënë tonë zemër, të shikoj se s'po ndodh në rjoll, ta shikoj pak me gjithë zemër dhe shpirt, të mlidhemi bashkë, dhe të protestojmë dhe paqe, po që nevoja këtu para konsulatës, po që nevoja të shkojmë dhe bashkë në Washington, sa dhe pak, të mlidhemi dhe të bëjmë një mbështetje të fortë për vendin tonë, për parët tonë, sepse pol shumë edhe vendin tonë, si është e mujtun, pol shumë tokat tona, si është e mujtun dikush tjetër të rëmbej edhe të akzoj një njeri që nuk ka hargjuar së dhe një pik gjaku për atë vend. Dhe desha të bëj një falendrim shumë të fort gjithve bashkëtarëve të mi të rjollit, që po, mundohen me gjithë shpirt e zemër, të gjithë ata që po përplasin me policinë private të bashkimullës të një oligardi që ka parat male, nuk di se ku t'i shpërlaj parat dhe grabit tokat e popullit me anë të mbështetjes së qeverisë të Edi Oligard Ramës. Prandaj bëjmë edhe një thirrje qeverisë, të shikojnë mirë gjërat se populli i ka arti kanasht. Do vi një kohë që do shpërthej kesashi dhe s'ka për pas vend ku të put kokën as Edi Rama, as bashkimule dhe klysht e tij. Prandaj lutem shikojni mirë të gjëra me rrjedhoj për rrjedhorët dhe për gjithë Shqipërinë, sepse nuk është vetëm rrjedhë sot, por ka skaj të Shqipërisë. Gjëra që po ndodhin që njerëzit po i trashëgojnë sepse qeveria është e korruptuar.